Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe me një tjetër recetë. Një nga kërkesat e juaja më të mëdha ka qenë që t'ju sjell një recetë të tiramisus, por që t'jetë ajo me shije limoni ose portokalli. Mua më pëlqen më së shumti kur atë e përgatis me shije të limonit dhe sot do ta përgatisim një ëmbëlsirë të tillë. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Zakonisht, kur përgatisim receta për tiramisu, dihet që duhet të përdorim mascarponen ose krem djathin. Unë sot kam zgjedhur që të përdor krem djathi, por me shije të limonit. Kjo është nga marka Pënar dhe lirisht mund ta gjeni në të gjitha marketet më të mëdha. Por nëse nuk mund ta gjeni me shijen e limonit, lirisht mund të përdorni edhe labne ose krem djathi të thjesht pra pa asnjë shije, por duke i shtuar brenda disa pika limon për t'ia dhënë aromën e limonit. Tani në një pjatë më të madhe dhe më të thellë, fillimisht do të shtojmë 350 ml krem pana për ëmbëlsira ose hoplla, por ju lutem bëni kujdes që kremi pana të jetë direkt nga frigoriferi, pra të jetë i ftoftë. Vazhdojmë e shtojmë në inën. Tani te kremi pana do të shtojmë edhe 5 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë tani që ta përzijem me mikser derisa të na formohet një krem i mirë dhe i trashë. Duhet ta përzijeni me mikser mirë derisa të formohet kështu një krem i trashë. Dhe tani vazhdojmë që këtu ta shtojmë krem djathin. Në total do të shtojmë 500 gram krem djathi me shije limoni dhe ashtu siç ju thash pra në fillim, nëse nuk mund ta gjeni të njëjtin sikur që me shije limoni, lirisht këto mund të shtoni lëngun e gjysmë limonit për t'ia dhënë shijen. Vazhdojmë përsëri të përzijemi me mikser edhe 2-3 minuta tjera derisa të na bëhen bashkë tani të gjitha kremrat që i kemi shtuar brenda. Dhe kremin e kemi gati, vetëm në disa minuta përzierje me mikser dhe po mund ta vreni se çfarë kremi i mirë që na ka dalë për tiramisu, i cili lirisht mund përdoret edhe për cheesecake. Pra me produktet e duhura, asnjëherë nuk do t'ju dështojnë recetat e juaja. Largojmë tani kremin anësh dhe vazhdojmë që ta rendisim ëmbëlsirën. Dhe pasi kam vendosur që sot ta bëj me shije limoni, biskotat e tiramisus do t'i zbusim në limonadë, por limonadën do ta përgatisim vetë me lëngun e 2 limonave. Tani lëngun e limonave e shtojmë në një enë më të thellë. Tani te lëngu i limonit do të shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer. Gjithashtu do të shtojmë edhe një gotë 250 ml me ujë. Dhe tani përzijemi mirë që të sigurohemi që të gjitha produktet që shtuam këtu brenda lidhen dhe bëhen bashkë. Dhe tani do të na duhen biskota Saviardi për tiramisu. Marrim tani biskotat për tiramisu dhe i rrotullojmë vetëm për 1 sekond, sepse këta zbuten shumë shpejt, bëni kujdes dhe mos i zbutni shumë. Dhe vazhdoni tani t'i renditni në një tepsi, unë po përdor tepsi në formë katrore, por ju mund përdorni çfarëdo lloj tepsie që keni në shtëpi, duke ia dhënë formën që ju dëshironi. Dhe kështu duket rendi i parë pasi e kam renditur dhe tani sipër biskotave vazhdojmë që të shtojmë nga kremi të cilën e përgatitëm. Tani me ndihmën e një luge, sigurohemi që do ta përhapim mirë kremin sipër tër biskotave.
vazhdojmë tani me rendin e dytë të biskotave, duke I renditur ashtu siç bëm edhe me rendin e parë. Pasi rendisim rendin e dytë me biskota, përsëri shtojmë nga kremi, duke e shtypur mirë dhe duke e përhapur mbi tërë sipërfaqen. Dhe tani me ndihmën e një thikje të sprehtë, sigurohemi që do ta lëmojmë mirë dhe do ta bëjmë të barabartë në të gjitha anët. Dhe tani tepsin me ëmbëlsirën e largojmë anësh, vazhdojmë që ta përgatitim tani glazurën me lëng limoni, të cilën do t'ja shtojmë sipër kësaj recete të tiramisus. Tani marrim një tenxhere dhe aty vazhdojmë që të shtojmë 2 vezë të pluta. Por gjithashtu, në këtë krem duhet që të shtojmë edhe plus 2 vetëm të verdhat e vezës. Tani shtojmë brenda edhe 5 lugë gjelle tjera me sheqer, si dhe lëngun e një limoni. Tani përzihen mirë që gjitha produktet që I kemi shtuar brenda të lidhen dhe të bëhen bashkë. Dhe vazhdojmë që ta ziejmë kremin në zjarr mesatar derisa kremi të fiton trashësinë e dëshiruar, por I lutem qëndroni afër sepse mund të digjet shpejt. Do ta zieni derisa kremi të fitojë trashësinë e dëshiruar. Në këtë mënyrë, kremi do të trashet shpejt, për 2-3 minuta e keni gati, prandaj thash qëndroni afër. Tani te kremi I valin nxehtë do të shtojmë një lugë gjelle me gjalp ose me margarinë dhe vazhdojmë përzijem. Nga nxehtësia e kremit, gjalpi ose margarina do të shkrihen shpejt. Përzijem mirë derisa të sigurohemi që I tërë gjalpi është shkrir te kremi. Dhe mos keni frikë se do ta ndjeni aromën e vezëve. Nuk ndihet fare, sepse vezët janë zier, janë pasterizuar dhe gjithashtu këtu do të dominon shija e limonit. Dhe tani vazhdojmë që ta rrahim me mikser për 2-3 minuta derisa t'i hapet pak ngjyra e kremit. Dhe tani kremin që e kemi rrahur mirë e kam shtruar në një pjatë tjetër dhe do të vazhdojmë që ta përhapim sipër tërë ëmbëlsirës. Dhe tani, gjithçka që duhet bëjmë është që të lejojmë që ëmbëlsirat ftofet dhe të pushojnë në frigorifer për 3 deri në 4 orë. Të shtrëngohet mirë, vazhdojmë që ta dekorojmë sipër dhe ta shijojmë këtë ëmbëlsirë të mrekullueshme. Dhe tani që është ftofur ëmbëlsira, është shtrënguar mirë, pak nga kremi e kam larguar anësh, dikun 2 lugë gjelle, dhe do të vazhdoj që ta dekoroj sipër shumë pak ëmbëlsirën, pse mos ta bëjmë që të na duket më e bukur. Dhe të dashur miq, në këto momente ëmbëlsira është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta shijoni dhe do të mbeteni të kënaqur edhe nga shija e kësaj ëmbëlsira të mrekullueshme dhe freskuese. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.